Gjykatës jemi në seancë publike. Ditën e parë kërkoi veç shtyrje, e gjatë të dytës e bëri gjykatën lëmsh. Nuk pranoi të dëshmoj as po të burgosej. E kuptoj, por kuptojeni edhe ju që mua më duhet një muaj kohë, atëherë ju I dini masat e juaja dhe ju e vazhdoni procesin. Edhe më drejtoni aty ku thash më herët, në burg dhe s'ka tjetër, gjendja jam nuk është e mirë. Ky është dëshmitari 29 I prokurorisë së specializuar, misterin e të cilit kjo zyre e hoqi pas 17 muajsh, prej kur as ata e as gjykata nuk tregonin as se si për fatin e tij. Klan Kosova mëson se prokurorët kanë hequr dorën nga sjellja e tij në gjykat, me arsyetimin se ka pësuar dëmtim mendor. Tash, dëshminë e atij që e bart shifrën 04577 duan ta pranojnë vetëm me shkrim ku flitet për betejat e UÇK-s edhe gjatë 98-s edhe 99-s. Pas refuzimit të dëshmitarit të 29, dikush e pati dërguar një letër anonime në gjykat me faktet për të, e të cilat mbrojtja I konsideronte fatale për kredibilitetin e tij. Kërkonte edhe hetues special jashtë Hagës për të vërtetuar faktet brenda letrës. Trupi gjykues duke e refuzuar këtë kërkesë ja pati lënë edhe këtë hetim ZPS-s, nga ku as nuk brengosen më për kërkesat e mbrojtjes. Pavarësisht që mbrojtja nuk mund ta sfidojë dëshmitarin 04577, një faktor që paneli do ta ketë parasysh kur të shqyrtojë të gjitha provat e pranuara në proces, mbrojtja ka pasur mundësinë të bëjë pyetje dëshmitarëve të tjerë në disa raste, edhe rreth për dëshmitarin 04577 vet. West ja lë avokatëve të katërshës së UÇK-s në dëshirën e tyre për të hetuar tutje. Si përfundim, mbrojtja e din identitetin e 04577, mund ta hetojë atë, kredibilitetin si dhe motivet e tij, edhe ka mundësi të sfidojë faktet e propozuara në gjykim dhe për të shtyrë një version tjetër të ngjarjeve. Mbrojtja ende nuk është përgjigjur këtij zhvillimi.